Policia e Maqedonisë së Veriut gjatë 2 ditëve të kaluara ka realizuar disa aksione në qytete të ndryshme të vendit, gjatë të cilave janë gjetur dhe sekuestruar sasi të drogës. Përkatësisht, policia arrestoi një 25 vjeçar nga Haraqina, pasi gjatë pastisjes në shtëpinë e tij gjeti dhe sekuestroi mbi 2 kg lëndë narkotike të dyshuar si marihuanë, si dhe një peshore digjitale me mbetje të marihuanës. Më 24 korrik 2026, në punës policore të njësitit për tregti të palejuar dhe njësitit policisë intervenuese pranë sektorit punëve të brendshme Shkup, me urdhër të gjykatës themelore penale Shkup, kanë realizuar bastisje në shtëpinë dhe objektet ndihmëse të BN 25 nga Haraqina, rrethina e Shkupit. I dyshuari është privuar nga liria, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit MPB njofton se ndaj tij do të parashtrohet kallëzim penal sipas nenit 215 të Kodit Penal me procedurë urgjente. Po ashtu zyrtarët policor të sektorit për punë të brendshme Kumanov dje kanë privuar nga liria një 18 vjeçar nga Kumanova, pasi gjatë një kontrolli në shtëpinë e tij, të kryer me urdhër gjykate, janë gjetur dhe sekuestruar sende me mbetje të një substance prej pluhurit të bardhë, boksa metalik dhe mjete piroteknike. Ndërkaq më 23 korrik, zyrtarët policor të SPB Strumic i kanë privuar nga liria 3 persona të moshës 21, 31 dhe 24 vjeçare, të gjithë nga fshati Bansko nga rajoni i Strumicës. Gjatë kontrollit të një automjeti të tipit Peugeot me targa të Strumicës në të cilin ndodheshin personat, janë gjetur kokainë dhe marihuanë. Personat janë ndaluar në stacionin policor të Strumicës, ndërsa më 24 korrik në bazë të një urdhri gjykate është kryer kontroll në shtëpinë e 31 vjeçarit në fshatin Bansko, ku është gjetur edhe marihuanë. Ministria e Brendshme informoi se pas dokumentimit të plotë të rasteve do të ngrihet kallëzim përkatës.